Çmimi i naftës dhe të gjithë nën produkteve të saj në tregje ndërkombëtare këtë muaj kanë qenë në rënje të lirë, duke kapur nivelet më të ulta që prej fillimit të luftës në Ukrainë, teksa është hera e parë që çmimi i hidrokarbureve arrin në nivelet më të ulta, edhe se përpara nisjes së konfliktit Rusi-Ukrainë. Por kjo ulje në tregje ndërkombëtare nuk reflektohet as pak në vlorë, ashtu si dhe në muajt e kaluar nafta dhe benzina në vlorë po shiten me të njëjtat shifra, duke e kthyer qytetin tonë në qytetin e vetëm në rang vendi, ndoshta edhe në botë, që nuk reagon ndaj faktorëve ndërkombëtar kur bëhet fjalë për ulje çmimi. E themi këtë fakt se nëse në tregje ndërkombëtare do të kishte një rritje të çmimit, në vlorë çmimi i hidrokarbureve do të rritej në fraksion sekundi, duke pësuar ndryshime drastike, por në një kohë kur çmimet ulen, në vlorë karburantet shiten po njësoj, pa pësuar asnjë ndryshim. Kjo edhe nga mania që kanë kompanitë, të cilat tregtojnë karburante duke kërkuar që të fitojnë sa më tepër, pavarësisht se furnizimet për disa muaj edhe më parë kanë marrë në një çmim më të lirë, dhe këto çmime janë gjithmonë edhe më në rënje. Shpeshherë justifikohen me taksat e larta të karburanteve, por pavarësisht taksave që qëndrojnë të larta, malli blihet më lirë dhe sigurisht duhet shitur më lirë. Ashtu si prej muajsh, nafta në vlorë dhe benzina shiten sot nga 168 lek deri në 173 lek. Çmim ky mesatar pasi ka karburante që i tregtojnë edhe më tepër, ndërsa gazi varion nga 50 lek deri në 55 lek, në të njëjtin çmim të fiksuar prej muajsh, ndërsa nëse marrim në referencë Fierin, qytetin tonë më të afërt, çmimi i naftës varion nga 3 deri në 5 lek më pak, ndërsa në Kosovë, ky çmim reduktohet akoma më ndjeshëm, me 50 deri në 55 lek, duke u tregtuar me 121 deri në 125 lek litri. Duke krahasuar këto çmime, del në pa fakti se vlora mbetet sot me çmimin më të lartë të naftës në rajon. Nafta dhe benzina në vlorë tregtohen me kosto më të lartë, edhe se në vendet e Bashkimit Evropian, ku niveli i ekonomisë është më i lartë dhe sigurisht qytetarët kanë më tepër të ardhura.